Të gjithëve, sot do të përgatisim lakro me hithra. Është shumë i shishëm dhe shumë i thjeshtë për të përgatitur. Dali të fillojmë. Do të fillojmë me bërjen e brumit. Do të përzihem miell, maja bire, krit dhe një gotë ujë së bashku. Më pas do t'i fusim në mikser. Pasi ai të jetë bërë në një brum, prap në mikser i shtojmë vaj ulliri dhe i lejmë të punojë 10 minuta. Tigan, shkrim, gjalp dhe vaj ulliri. Më pas, hedhim qepët e njoma dhe presim derisa ato të zbuten. Pasi të jenë zbutur plotësisht, do të shtojmë edhe hithrat. Në një tas shtojmë miell, një kukurvez dhe qumësh. I përzijmë dhe ja shtojmë hithrës dhe qepës të njom. Që kemi bërë do të ndajmë në dy pjesë. Duhet të kemi parasysh se pjesa e poshtme duhet të jetë më e trashë se pjesa e sipërme. Dhe tani do t'i shtrojmë me pec. Vendosim gjellën sipër. Kemi shtruar pjesën e sipërme, do të shtojmë pak vaj ulliri sipër dhe do t'i mbledhim anët. Pra ngrorë me 200 gradë. Ja, ky është lakrori ynë me hithra. Nëse do ta provoni këtë recetë, do të doja shumë të më thoni se si u doli në komente. Faleminderit dhe shihemi në videon tjetër.